Bravo, vajza, bravo. Atere, në një natë jemi në Elbasan. Kongën me zemra, sepse me do të kujtoj gjitha në juve më. Elbasan i bukur, Elbasan. Atere, në një natë, të vonë atje, në lagje, dy shokët për rinin. Ka që të pi kafe, makina parkuma aty për parë. Kafe, se di unë të që ishtë të pi, Po që i këtë bukur këtë makinë ti? E shes? Po vërdo e shetë? E shetë, po. Sa e shetë, ka në pazar? Po, ma jep që sone, tha, po sone s'ka në terapër. Por nesër që mjesë bëjmë në Jena shoku për i do të... Po, edhe kjo, jena komshi më tepër se shokët dhe gjitha, po. Oke, ashtu të bëhet, tha. Mere, tha, lekët edhe nesër shkem bëjmë në terim. Po, mi pa i shoku që mori makinën. Doli notën në për Elbasan, i bukur Elbasan. Po, të ja tërgote i makinën që kishte ble. Po, pa tjetër, mi po preqefit makinës e në pas ki pi qigo je. Që e kap dhe okazion. E ne ka policia. Ajde këtu i thë. Kujtë ke këtë makinën? Jo, ja kam ble filon. Letra ke, ja. E thritën filonin 105 mjesit, atë qonë e shkret që e ashiti. Tha, në ep që patente, po, do të blokim patente në ty. Po, që pun ka mund të qita? S'kam pi unë, ka pi a i. Po, pra. Ja, pëtha, pa atitja kena blokune, tha, ka 2 vjetë a i bloku me patent. Pa pas ka lëviz në për Elbasan, pa patent a i. Po, shumë mirë, a e kapët, ka procedim penal. Jo, po, në procedurë ka që duhet më blokuj patent. Pa tjetër. S'kemi ku gjenë patent se këj ka të blokume? Ka 4 orin që duhet mush me qek. Të që ti në e patentën, blokujmë tatën. Po që... Ja, përveç saj, e në 5.000 lek gjop. Po se gjop. Po qamër, ja. E që të boj Po falë, shkredi? që s'po qarë, kishte pi ky që bleu makinën, ky që e shiti, apo polici? Jo. Me sa duket do ke qenë patrullat noti që qakër qef. Njëshës dhe aji që mori makinën, që bleu makinën, aji kishte pi, kjo u vërtetua. Nga friga i shkreti, bajti pagoj gjobën, mi për patentën dhe shisa, po që pun keni me patentën se jo në punë, plakë, Blokot patenta 2 vjetë? Për ishët punë, që mërë kjo punë kështu. E sotin gjykatat administrative në Tiran, vendosi gjykata, tha, gjoba, le tjetë, nësa patenta t'i kthejet qytetarë. E vërtet. Fjallë e vërtet, shëndet. Shpun, mi pos dëgjojnë ata të policisë qarkullimit e Jo, Elbasanit. po se kanë shënu 4 orën edhe si ta fshinë. Ora ka vendos gjykatat administrative në Tiran. Ja, Allah. Vajti o deta i ditë atje. Në fakt, deta atje, vajti atje është, thë. Ore quna, o deta. Kemi temat e Elbasanit s'niset për Tiranë fare, o deta. Del nga shtëpia me shaka i krynë aty. Hapi i parë. Denoncimi i radhës në stop vjen për policinë e qarkullimit rrugor Elbasan. Po, përshëndetje. Përshëndetje Stopi. Kam një problem me policinë e Elbasanit. Në tetor të 2025-ës, djali im posedonte një automjet tip Mercedes-Benz. Në orën 11 darkës bie dakord me një komshiun ton për t'ia shitur. Në orën 11 darkës normalisht nuk ka noteri. Edhe lenë që makinën do ta merrte personi me që ishte dhe i njohur. Po. Edhe në mëngjes do bënin noteri. Në orën 4 mëngjesit, atë komshiun e zë policia. Pse? Kishe dali pirë. Pas ka pitë qiko jetë. Po. Alkooli. Në momentin që drejtuesi automjetit provizorisht, sepse nuk ishte me letra, automjeti ishte ende në emrin e djalit. Kapet nga policia Elbasanit në gjendje dehur. Çfarë ndodh më tej me të? E marrin e shoqërojnë komisariat. Bllokohet mjeti? Po, sigurisht. Po. Në orën 5 mëngjesit marrin edhe djalin tim në telefon, edhe i thonë paraqitu urgjent në komisariat. Vjen djali, paraqitet. Vjen djali edhe unë bashkë. Po. Djali im këtë derën e policisë nuk e ka pa asnjëherë në jetën e vet. Nuk e kam problematik. Jo se është djali im, por nuk është problematik. I bllokojnë patentën 1 vit edhe i vënë 500.000 lekë vjetra gjop. Si i bllokojnë patentën? Sepse zakonisht në mjetet tona mund t'ja japim dhe miqve tanë. Edhe ti e ke dhënë, edhe unë ja kam dhënë. Po. Dhe në momentin që personi që posejdon për momentin automjetin, jep llogari me patentën e vet e dion. Komshiu jot kishte leje drejtimi? Neve gjithmonë e kemi parë me makinë, po kur e marr vesh më vonë, ai e kishte pas patentën të bllokuar. Prandaj dhe policia e Elbasanit në vend të sekuestronte, ta themi kështu, apo bllokonte patentën e drejtuesit të mjetit që është gjendur në flagrancë tek mjeti, konkretisht komshiu, në pamundësi të tij kanë bllokuar patentën djalin tënd. Që i prishin edhe punë shumë djalin. Kuptoj. Se djali është në punë. U bllokua mjeti, u bllokua leja drejtimit të djalit. Dhe pas e besoj se ke marrë dhe gjoba, masa administrative. 500.000 lekë vjetra. Pra kjo ishte momenti i parë. Zotria që flet babai i djalit që shiti makinën, sa të shif,
Sa ajo vajtja në gjykatë administrative që thashun që fitoj. Gjysë për gjysë vendimi, pra gjoba nuk jo hoq, po vetëm kthimi patentës. Aq më tepër që ky Thot djali edhe nuk ne ka 700.000 lekë avokati. Pa. 500.000 gjoba. Ajtë po e themi se ka pagu në kohë, ka pagu gjysmën. Po 2 vjet pa patent që ka kosto, jo merr taksie, jo. Gjonat vogla. Gjonat vogla. Dijeni. Çfarë bëren ato kushte? I pagova se unë nuk do le çunin të vuj, edhe me menimin gjithmonë që patenta do i kthehet se nuk është kap djali im në makinë, është kap komshiu. Po pra, për në momentin që komshiu ka pas Dakor. bllokuar me lejen e vet, Unë nuk e vë ndyshim të pjesën, edhe Ka nuk marrë të e djalit. kundërshtoj këtë pjesë. Prap, unë e çova në gjykatë. përveç se pagove gjobën 500.000 lekë, përveç se tu bloku mjeti, përveç se tu bloku leja e drejtimit të djalit, Po. morë edhe një avokat. Këtë për kuriozitet, sa e pagove të avokatin? 700.000 lekë vjetër. Po, pas ka vajtje çik shtrenjtë. Ndërkohë, këtu kemi një vendim të gjykatës administrative të shkallës së parë, Tiranë, ku më datë 12 mars 2026, kemi një dispozitiv, pranim pjesërisht të padisë, shfuqizimin pjesërisht të proces verbalit të konstatimit të shkeljes dhe këtij vendimi nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan për sa i përket dënimit administrativ të pezullimit të lejes së drejtimit. Pika 3. Detyrimin e palës së paditur, konkretisht Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Elbasan, të kthejë leje drejtimin e paditësit. Ky është një vendim gjykate, dispozitiv, i lëshuar më datë 12 mars 2026, gjyqtar Hasbi Balliu. Për një muaj e pak ditë, ka marrë 3-4 herë këtu. Nuk e gjetë zgjidhje. Edhe nuk më thonë që nëse nuk vjen në mënyrë zyrtare nuk kthehet. Prandaj u drejtova dhe ke emisioni Stop, inshallah po gjejmë zgjidhje. Pra zotërisë kanë thënë që ore kanë fituar, duhet të na vinë në mënyrë zyrtare. Edhe me një farë të drejtë realisht, ka një numër protokolli që shoqërohen vendimet, po duke ditur ngarkesën që kanë këto lloj E njohin institucione policia e Elbasanit të gjykatën e Tiranës, a e njohin? administrative, Po, a e njohin. me raste varet. Po pse nuk Ajo ka marrëdhënie? është land tjetër, Elbasani është land tjetër më gënt. A ja çojnë noterizumet për kthyme Elbasanit? Po, patjetër, po ka tjetër Apo duhet me çu ministri i trashme me me protokollu vula trashme, apostile. Vetëm me vula apostile. Elbasani është Po, jo, e di, kam respekt. është. Po, jo, është Jo, po ka qartë qenë- tjetër. ka qenë tjetër, Nuk ka lidhje me, për shumë, Tirana, Vlora, Durrës, Jo, për Elbasan, ka ligje, rregulla tjera, nuk është, ti e di këtë punë të gjë. Odeta, flet me zotërit atje, thot për depozitohen, thot atje, dhe do ta shikojmë këtë punë, patjetër që po. Ndigjeni. Duke marrë shkas nga ky rast, për gjithë ju, drejtues automjetesh, të cilë doni të bëni nder një miku tuaj, komshiu, kolegu, të dashuri, duke i thënë mjetin tuaj, bëni kujdes, interesoni paraprakisht të dini nëse ky i fundit ka apo s'ka leje drejtimi, sepse nëse i del policia para dhe e gjen në shkelje, do të sakrifikoni lejen tuaj të drejtimit, siç është dhe rasti i radhës. Tani që mësove dhe japësh më? Po, do e jap. Pasi Stop u interesua tek një burim i policisë të qarkullimit rrugor, na dhan këtë sqarim. Është marrë në kontakt me OASH, e cila ka sqaruar qytetarin se duhet një vendim i zbardhur nga gjykata ose vendim i shkurtuar, në mënyrë që të bëhet revokimi i tij nga sistemi i OASH-s. Mirë po, Stop nuk e la me kaq, por komunikoi drejt për drejt me kryetarin e komisionit të bllokimit të patentave. Dëgjojeni. Odeta, gazetar nga emisioni Stop. Si e? Kam një rast me policinë rrugore, një vendim gjykate dispozitiv. Pika 3 thotë që t'i lironi. Vjo vetë. Po tani e mora vesh që ishte ti, ç'të themo? Po çfarë lidhje ka? Dispozitiv pika 3. Duhet të vim mënyrë shkersore, s'ka Ja, fare. shkresore. Mund ta depozitojmë këtu që t'ja lironi? Po të depozitojnë ç'lidhje ka? Jo, që t'ja lironi, jo ç'lidhja, se kjo është lidhja. Atë lirimin është diçka që duhet shikohet pastaj në mënyrën e rregull shkersore, të kaloj, të ciklohet. Sigurisht është, dëgjoj, ne nuk merremi me falsifikime gjykatash administrative, çka s'far. Të kaloj në mënyrë shkersore. Edhe kështu pra që gjeti njeriu në shkret. Na silli zyrtarisht, po si tha Odeta, Patjetër. dorë nga xhepi, urdhë ja ku e ke zyrtarisht. Urdhë ja ku është. E tha jo, pa e du mënyrë zyrtare, se thot Gjeta. Zyrtaresh me Ti vull, po ti kujtota se unë merrem me falsifikime me gjona. Jo, tha, më ke jo Gjeta, ç'është kjo Është e fjalë? vull me Pa ja pra ku e ke? vendimi gjykatës. Sekretaria administrative se ka qitë. Nuk është se ata sjellin me eskort, ata atje i postierë sjellin Pa, pra, punën. kaq mëroj kjo punë. Nese, që ti bie më shkurt, nuk u... Nuk Nuk... u bë. Jo, Si nuk u bë? jo.
Po çfarë? Jo, u bë kjo punë. Po jo, nuk zen me njerëzit Jo, që atë e di. shesin makinat, ja japi kështu. Që gjaminon me ag në të real. Nëse shoku Ke do me besimo? nëse shoku do me ba xhiro ti në vend para, aty se Jo, ti. do me bo gjiro ti, do me mor makinën me shku deri në Tepelen. Kej shoku që të Pa. vijë o bakot. Më tërgo që patentën ku e ke? E po se kam e kam bloguar, a sa jap do të makinën. Tërgo patentën? Një ku e kam. Bani kujdes Cili tjerë. për zot. Dakord? Dijeni. Për të rast, emisioni investigativ Stop bashkë me qytetarin bërë një kërkesë ankesë të depozituar drejtorisë së policisë Elbasan, konkretisht qarkullimit rrugor, bashkë me vendimin e gjykatës. Shpresojmë që na jepet zgjidhje po sot. Me duhet edhe ankesa dhe ja depozitoj drejtorisë. Ja ku e ke edhe ankesën, bashkë me dispozitivin e vendimit të gjykatës. Tani, ti dorëzoje, ne po presim për përgjigje më të shpejt. Dhe pas në hyrjes emisionit investigativ Stop, ky rast u zgjidh brenda një ore. Ja ku është dhe patenta e djalit, ta gëzoj edhe... Faleminderit shumë. Kujdes. Faleminderit shumë Stopit, se ka mbi një muaj që merrem me këtë pjesë, edhe nuk kisha gjetë zgjidhje. Fal jush, patenta leja drejtimit u kthy prapa atje ku i takon tjetër. Faleminderit shumë. Dakor, edhe kujdes, mos i bëjmë nder njerëzve, Po. mos i jepë makinën. Ja them edhe tjerëve që mos i japin makinat më. Pa e pyet, pa e verifikuar, ka apo s'ka patent Po. aktive vetë. Po, e vërtet. Sajmir dhe Genti, ky rast u zgjidh. Ta gëzosh patentën quno, e në shtroju punën se ke ka që kohë pa punë, se ti si ata që ke lëviz, se e shofën që të ke lëviz pa patent, se respekto ligjin, edhe me men kokë. Mos jep më makina, kom shiu të 11 notës. Le me lalë që duhet dy. Një me. Themi vetëm pas pak. Edhe më falë, falenderoj sinqerisht gjithë policinë e qarkullimit të Elbasanit, për bashkëpunimi, për gjitha, kupton? Sigurisht. Faleminderit që s'ta thatë na silli shkresë zyrtare. Ne. Faleminderit. Me shkrim. Pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.